çfarë sheh Allahu në zemrat tona kur Allahu shikon për të na falë? Çka sheh Allahu në zemrat tona kur shikon për të na mëshiruar? Çka sheh Allahu në zemrat tona kur shikon për të na dashur? Du me dashur që trop, hajtë t'ja këshyrim zemrën. Çka sheh? A sheh Allahu xhallahu ala sinqeritetin e duhur, dhe frikën e duhur, dhe dashurinë e duhur? A sheh Allahu xhallahu ala dëbim të pakthyeshëm të syfatësisë, apo dhe vetëpëlqimit, dhe mashtrimit, dhe hutisë e gafletit, a sheh? Apo Allahu na falë, ndoshta në momentin kur Allahu shikon në zemrën e dikujt prej neve, apo për ta shpërbly shenjë virus të tmerrshëm të syfatësisë që po terrorizon me krejt vepra të tjera dhe po i prish atë. Çka sheh Allahu xhallahu në zemrën tonë atë? Allahu shikon në zemrat e juaja. Andaj është kërkesë emergjente me i përgatitur të zemra që kur shikon krijuesin tot të kënaqet. A që kjo punë e vogël e madhe? A është interesant për ty, a është njerë e mëzon, njerë me do punë tjera? Cila është? Ti vendose.